Më shumë se kushdo dëshirojnë afrimin e vendit me Bashkimin Evropian. Janë gjithnjë më të kënaqur me jetën që bëjnë e megjithatë shqiptarët, më shumë se të gjithë qytetarët e tjerë të Ballkanit, dëshirojnë të largohen nga vendi i tyre. Të paktën në këtë përkufizim dilet bazuar në të dhënat e sondazhit të bërë publik sot nga Fondi Evropian për Ballkanin, Akademia e Studimeve Politike dhe Lëvizja Europiane në Shqipëri, së bashku me organizatën e njohur Gallup. Në një masë dërmuese, shqiptarët janë mbështetës të integrimit në Bashkimin Evropian. 88% e të pyeturve mendojnë se antarësimi është një gjë e mirë. Besimi i tyre nuk është lëkundur as nga vendimi i vjet i Brukselit për lënien jashtë procesit të liberalizimit të vizave, pasi pjesa më e madhe mendon se përgjegjësia është e politikës. Kush e ka fajin për shtyjen e liberalizimit të vizave? Nuk fajsohet Bashkimi Evropian, por bëhet përgjegjëse qeveria shqiptare dhe politika shqiptare. Sipas përgjigjeve, në fakt vetëm 17% fajsojnë Brukselin, ndërsa 60% bëjnë përgjegjës politikën. Por antarësimi nuk shihet si një e mirë vetëm për lëvizjen e lirë. Shqiptarët mendojnë se ky proces do të sjellë më shumë siguri dhe forcim të shtetit ligjor, sepse perceptimi i shqiptarëve për korrupsionin mbetet i lartë, veçanërisht për korrupsionin qeveritar, ku 41% janë shprehur se janë detyruar të paguajnë një funksionar publik. Për dhënien e rishfetit, Shqipëria rezulton kampione krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit, ndërsa 52% e shqiptarëve thonë se janë të detyruar të japin rishfet në vendet e tjera. Ky nivel luhatet nga 8 deri 20%. Shëndetësia mbetet gjithashtu sektori ku perceptimi për korrupsionin është më i lartë, ndërkohë që korrupsioni në fushën e biznesit, ndonse i lartë, është më i pakët krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, shqiptarët po ndjehen gjithnjë më të kënaqur me nivelin e jetesës në vendin e tyre. Krahasuar me një vit më parë, 10% më shumë janë shprehur të kënaqur. Po ashtu edhe lidhur me efektet e krizës ekonomike, shqiptarët që pranojnë pasojat e saj janë më të pakët në numër se në të gjithë vendet e tjera dhe kanë besim se gjërat po shkojnë për mirë. Megjithatë, sipas autorëve të sondazhit, kjo duhet parë në perspektivë nëse mbajmë parasysh të dhënat e tjera, sipas të cilave 64% e shqiptarëve shohin mundësi më të mira të vendit, ndërsa ata që do të dëshironin të emigronin janë rritur nga 32 në 38%, duke qenë së bashku me Kosovën shifra më e lartë në rajon. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.